Përshëndetje të dashur student, sonte do vazhdojmë temën që kishim nisur dhe herën e kaluar, pra temën dedikuar Shën Jan Kukuzelit për jetën e tij, pra folëm në mësimin e kaluar, folëm për titujt, emërtimet, mbiemrat e ndryshme, epitetet e ndryshme që i janë atribuar ndër shekuj Joan Kukuzelit, pra këtij personaliteti mjaft të rëndësishëm të artit psaltik në Shqipëri, por dhe në mbar botën. Sot do të fokusohemi në disa aspekte të tjera, të cilat kanë një rëndësi të veçantë për të hulumtuar më thellësisht dhe më me detaj jetën ose më saktë atë që njohim si datimi apo kronologjia e këtij personaliteti. E dim që jeta e tij, edhe pse njihet në disa aspekte të cilat i përkasin aspektit shpirtëror më tepër, në aspektin e disa detajeve të cilat janë më shkencore dhe akademike, kemi mendime të ndryshme nga studiues të ndryshëm. Dhe këtë do ta shohim duke ju referuar një mori studimesh të ndryshme, të cilët kanë hulumtuar jetën dhe personin dhe veprën e Joan Kukuzelit. Sot do të përmendim disa prej këtyre studimeve, ku boshti kryesor i këtyre studimeve do të jetë datimi ose kronologjia, pra në cilën periudhë ka jetuar Joan Kukuzeli. Gjërësisht njihet fakti që Joan Kukuzeli i përket fundit të shekullit të 13 dhe fillimit të shekullit të 14. Kjo njihet dhe pranohet më së shumti nga studiuesit e ndryshëm në mbar botën. Por dim që kjo figurë, duke qenë e veshur pikërisht me këtë petkun e errët të këtyre gjërave të pa hulumtuara ose të pa saktësuara në aspektin shkencor dhe në aspektin historik, do të shohim që kemi datime të cilat i referojnë këtij shenjtori, këtij personaliteti, që prej shekullit të 12 dhe pothuajse deri në shekullin e 16. Pra, kalon afërsisht 4 shekuj datimi apo kronologjia e këtij personaliteti. Le të nisim pak të referojmë pak disa prej këtyre studimeve që të kuptoni dhe ju rëndësinë dhe veçantinë e këtij personaliteti dhe punimet e ndryshme në mbar kontinentin që janë kryer në lidhje me këtë personalitet. Nuk është e mundur që t'i përmendim që të gjitha, por unë tu kam përzgjedhur ato të cilat janë më të rëndësishmet, më të veçanta dhe më të rëndësishme për t'i cituar. Kështu që po fillojmë dhe citojmë me botimin e parë, po themi, ose dhe bëhet fjalë për shekullin e 16. E kemi referuar dhe herën e kaluar dhe thamë që jetëshkrimi më i vjetër që i referohet Kukuzelit i përket shekullit e 16 dhe konkretisht ndodhet në Selanik, në një kodik të numër 46 të manastirit të Vlatadhonit, pra i vitit 1550, dhe është shkruar, siç tham, nga një autor i panjohur, anonim, domethënë, dhe që duket që ka ndikime të shumta slave në brendësi të këtij jetëshkrimi, të cilën e referuam herën e kaluar dhe e përshkruam shkurtimisht disa prej stacioneve kryesore të atij jetëshkrimi. Pra, kjo është evidenca e parë që kur flasim për Kukuzelin, pra flasim pikërisht për këtë kodik në Greqi.
Kalojmë në shekullin e 17, ku kemi shkëpërngulemi pra në vendin në Itali, dhe bëhet fjalë për një studiues i cili përshkruan brenda një libri të tij pikërisht figurën e Joan Kukuzelit, bëhet për fjalë për Leo Alatius, i cili në vitin 1646 përmend Kukuzelin rreth edhe jetën e tij, domethënë. Më pas shkojmë në një mur gagjorit, i cili ishte nga Kreta. Bëhet fjalë për Agapios Landros, i cili në një botim të Venecias të 1851-shit përfshin jetë shkrimin e Joan Kukuzelit. Këtu, siç e shikoni, kemi dhe bibliografin specifike për secilin autor, në mënyrë që të keni një ide rreth një ide të saktë dhe të përcaktuar, domethënë të cituar fiks ashtu siç nevojitet për të ditur rreth këtyre personaliteteve. Kalojmë në shekullin e 18, ku kemi në Gjermani një studiues Gerbert, i cili shkruan dhe ky në një po themi një shkrim për Joan Kukuzelin. Pra flet më shumë për këndimin e muzikës kishtare, pra muzikës së shenjtë, sakra që njihet, dhe në atë përfshin edhe një jetë shkrim për Kukuzelin. Vazhdojmë tutje. Kalojmë në fund të shekullit të 19 dhe konkretisht një autor shumë i rëndësishëm, shumë i njohur, rus, i cili është Uspenski. Dhe nga ky shikojmë është i pari, mund të themi, studiues i cili e vendos Kukuzelin në gjysmën e parë të shekullit të 15. Pra, shikoni sa vonë e vendos dhe e përshkruan në librin e tij, domethënë. Më pas kemi në Rusi përsëri një tjetër autor, Grigorovich, i cili përsëri shkruan për Kukuzelin. Në vazhdim, kalojmë përsëri në territorin e Greqisë, ku kemi një personalitet shumë të rëndësishëm, mbi të cilën janë mbështetur shumë studime deri në ditët tona, edhe pse një pjesë e këtyre librave që përmenden këto dy librat kryesor të Georgios Papadopoulos kanë shumë informacion, po kanë edhe shumë pasaktësi. Madje Kukuzelin ai e vendos në shekullin e 12, shumë herët. Pra në periudhën në periudhën e Komnenëve, pra të Aleksit të parë të Komnenëve, të dinastisë të Komnenëve. Kalojmë më tutje. Shkojmë në Konstantinopol, kemi Stefan Lambadarion, i cili publikon në vitin 890 tekstin e plotë të jetëshkrimit të Kukuzelit në një botim që quhej Kripis. Ishte një libër teorik ku përfshinte dhe një informacion të shkurtër rreth jetës së Kukuzelit. Në vazhdim, kalojmë përsëri në Rusi, Sirku. Përsëri kemi një shkrim rreth Kukuzelit, 1892. Dhe kalojmë pasaj në Bullgari, ku fillojnë studiuesët bullgar shkruajnë shumë rreth Kukuzelit, për të mbështetur njëkohësisht prejardhjen, pra teorinë ose tezën e prejardhjes bullgare të Kukuzelit. Dhe ndër të parët është Sarafovi nga Bullgaria. Kalojmë pasaj në Gedeonin, pra është një studiues përsëri shumë interesant dhe me shumë vepra në fushën e letërsisë kishtare, dhe për më tepër ky është i pari i cili mund të themi me një saktësi daton Kukuzelin në shekullin e 14. Në vazhdim kemi përsëri një autor grek, Georgios Smirnakis, fillimi shekullit të 20, i cili vendos edhe ky në të njëjtën periudhë në shekullin e 14. Më pas kemi një studiues francez, i cili e daton Kukuzelin në shekullin e 13. Pra shikoni larmin e ndryshme të studimeve dhe të datimeve rreth Kukuzelit. Dinev në Bullgari ndjek datimin e hershëm të Sarafovit.
dhe e lidh Kukuzelin me periudhën e Komnenëve përsëri, pra siç e pam dhe te disa studiues të tjerë. Në vazhdim kemi Tibotin në Francë, e vendos në shekullin e 14. Një studiues shumë i rëndësishëm, i cili ishte dhe Murg Lavriot me emrin Spiridon, dhe emrin para se të vishej Murg Sofronius Evstatriadis, i cili e vendos Kukuzelin në shekullin e 14. Dhe është një prej studiuesve më të rëndësishëm rreth jetës së Kukuzelit në hapësirën e Greqisë. Në Bullgari kemi Krstev, përsëri në 1952, kemi një studiuese Palikarovën, pra e cila dhe kjo në 1953 bën një studim rreth muzikës bullgarëve dhe rusëve. Më pas kemi një studiues hungares, Devaj, i cili vendos Kukuzelin në shekullin e 14. Përsëri në Bullgari, Brashovanovën, i cili përsëri shkruan në 1959 një shkrim për Kukuzelin. Oliver Strank, fillojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë studiues fillojnë në këtë periudhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rreth Kukuzelit. Do shikojmë disa prej të cilëve edhe në vazhdim. Edhe këtu në Shqipëri kemi studiuesin etnomuzikologun e njohur Ramadan Sokolin, i cili në një libër të vogël rreth figurave të ndritura të 1963-shit e përcakton ditëlindjen e Kukuzelit rreth shekullit të 11-12, shumë herët. Kemi pastaj Vasilios Pseftogasin në Greqi, i cili e vendos Kukuzelin në epokën e Aleksit Komnen, përsërisin atë pra shumë herët në shekullin 11-12. Një studiues shumë i rëndësishëm dhe që ka shkruar shumë edhe rreth Kukuzelit, një serb i cili ka jetuar dhe ka punuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është Velimirović, që është shumë i njohur për studimet rreth Kukuzelit. Edhe më i rëndësishmi nga të gjitha ata është Eduard Williams. Ky është një ndër më të rëndësishmit, i cili është i pari studiues i përcaktoi në mënyrë bindëse periudhën historike të Kukuzelit, duke vendosur ndërmjet viteve 1280 deri 1375, pra në periudhën paleologe dhe jo në atë komnene. Pra, është më i rëndësishmi, ka bërë shkrime të jashtëzakonshme dhe madje teza doktorale e tij ka qenë rreth Kukuzelit. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, i vitit 1968. Kemi pasaj një studiues tjetër serb, Jakovljević, i cili studion traditën kodikografike athonite dhe mbështet datimin e Kukuzelit në shekullin e 14. Sa vjen dhe duke afruar epokës tonë, janë më të bindur studiuesit rreth datimit të Kukuzelit, ku i parafrohet më tepër datës të shekullit të 14, pra rreth shekullit të 14. Ja dhe një studiues patriarku i muzikologjisë bizantine që e njohim të gjithë, i cili mund të themi jep përfundimisht mund të themi një përcaktim më të saktë duke mbështetur dhe tek burimet kodikografike, pra te dorëshkrimet e shumta, i cili e vendos Kukuzelin në vitin 1270 dhe deri 1336, mund të themi me prafërsi. Dhe mund të them që është, po themi, një lloj burimi sot në lidhje me Kukuzelin, për shkak të këtij studimi që ka bërë rreth Kukuzelit. Përsëri në Bullgari një studim tjetër, Kodov, edhe Simon Karas më vonë bën përsëri një studim, një etnomuzikolog dhe një teoricien shumë i madh i hapësirës së Greqisë, i cili bën një studim rreth Joan Kukuzelit mjeshtrit dhe epoka e tij në vitin 92. Dhe kjo është më e mëvonshme, pra një murgu Avakum në Greqi, mbase në Malin e Shenjtë, i cili ka shkruar
një libër për të mbështetur më tepër teorinë e të qenit murg të Johan Kukuzelit, sepse ekzistonte edhe teoria që mbase nuk u vesh murg ndonjëherë. Pra, dhe prandaj e quan dhe në titull Osios, do më thënë oshënar, që do thot murg. Dhe pastaj kemi dhe këtu në Shqipëri disa shkrimet të cilat kam bërë dhe unë disa prej revistave këtu të Kishës edhe të Akademisë së Shkencave. Vazhdojmë. Pra, përveç këtyre studimeve që pam, që ishin mjaftueshëm, mendoj disa prej studimeve bazike rreth Kukuzelit, një gjë që do vërejmë është që edhe në shënimet e ndryshme të kodikëve muzikor, shikojmë një lloj radhe historike, një renditje historike të muzikantëve. Ja të marrim dy shembuj prej kësaj dëshmie klasike të renditjes të kompozitorëve. Këtu në pamje, siç e shikoni, kjo pamja e mezit, domethënë kjo është një lloj miniature që ndodhet në një dorëshkrim. Shikojmë këtu në mes që është Johan Glikis, mësuesi i Johan Kukuzelit dhe Kseno Koronit. Pra, Johan Kukuzeli dhe Kseno Koroni. Dhe shikojmë disa dëshmi nga kodikët. Një dëshmi e vitit 1437 thotë: u kompozuan nga domestiku zoti Mikhail Aneoti, u përpunuan nga kryepsalti zoti Johan Glikis, që është mësuesi i Johan Kukuzelit, dhe më pas u shkruan dhe prej mjeshtrit zotit Johan Kukuzeli në formë të shkurtuar dhe me përpikëri. Pra nuk kupton që pas Johan Glikis është Johan Kukuzeli, nuk është para, domethënë. Dhe kjo na tregon një farë mënyre edhe po themi renditjen. Këtu shikojmë përsëri një renditje më të plot. Kompozitori i parë i shtëpive ishte Aneotis dhe i dyti ishte Glikis, që imitoi Aneotin. Pastaj i treti ishte ashtu i quajtur Ithikos, që ndoqi si mësues dy kompozitorët që para tham, dhe më pas gjithë atyre Johan Kukuzeli, që të gjithë thoshin se ishte me të vërtetë i madh. Pra Manuel Krisafi e ka thënë këtë në vitin 1458 është datuar kjo, që është e shekullit 15, domethënë. Pra shikojmë një lloj renditje edhe këtu. Vazhdojmë më tutje. Le ta shikojmë pak më me detaj epokën e Kukuzelit, pra pikërisht datimin e tij, mbështetur dhe të disa evidenca të tjera nga kodikët. Për shembull, në Irmologjon e vitit 1309, që e përmendëm dhe herën e kaluar, pra kodiku 1256 i Sinait, gjendet një kompozim i tij me titull Melodi e re. Shikoni pak, bëhet fjalë për shekullin e 14. Kukuzeli presupozohet që nëse ka shkruar këtë kodik, presupozohet që ka qenë në një moshë madhore, nuk ka qenë i vogël në moshë. Pra, nëse mendojmë që ka lindur në vitin 1270 ose 1280, atëherë në 1309 nuk ka qenë i ri. Pra ka qenë në një moshë më të pjekur dhe fillon dhe krijon melodi të reja. Melodi të reja do t'i shikojmë që nuk kuptojnë melodi kalofonike. Pra një rrymë muzikore e cila filloi në shekullin e 14, ku përfaqësuesi kryesor u bë Johan Kukuzeli. Dhe nuk mund të ekzistonin melodi të reja para kësaj periudhe. Pra pjesët kompozimet e tij kanë element kalofonik brenda, të cilat na bëjnë neve dhe na bindin më shumë që Kukuzeli përket kësaj periudhe dhe jo periudhës së shekullit 12, siç thonë, ose për më tepër 11, as që bëhet fjalë. Në Irmologjon e vitit 1332 të Sinait hasen 3 kompozime anonime nga kaptoret. Pra janë disa vargje nga kaptoret dhe psalmi 1, luma e njeri, që tregojnë tendencat e para kalofonike. Pra, në këtë periudhë, në vitin 1332 që është shkruar kodiku, domethënë, janë futur tashmë në praktikë pjesët kalofonike, që nuk kupton që ka filluar rryma e kalofonisë. Dhe atje janë tendencat e para të krijimit të kalofonisë, domethënë, që më njëherë pas fillim të shekullit 13, fillojnë dhe dalin tendencat e para të krijimit të kalofonisë. Kështu që këto janë evidenca që s'mund të ketë qenë më përpara, sepse ai identifikohet me kalofoninë Kukuzeli. Shkojmë tutje.
Edhe e themi, ai nuk mund të ketë jetuar në shekullin e 12, sepse shkrimi muzikor deri në 1177, ku mbaron periudha e parë e shkrimit muzikor, ishte pa përsosur, pra nuk ishte përsosur. Me Kukuzelin, shkrimi kukuzelik fillon pas 1177. Pra, pas shekullit të 12. Ka filluar që fillon dhe Kukuzeli fillon dhe sistematizon shkrimin muzikor që ta shohim me detaj më vonë. Pra, as në fillimet e shekullit të 13, gjatë pushtimit latin, sepse në këtë periudhë, shikoni pak periudhën këtu, aktiviteti shpirtëror ishte pezulluar dhe nuk ishte mundësi të zhvilloheshin artet dhe muzika dhe çdo lloj lëvizje kishtare në këtë periudhë. Kishte një pengesë, kishte një lloj po themi qëndrueshmërie, një stabiliteti, një lloj pezullimi të gjërave. Për të shkruar imologjën e 1302 që tha më lart, Kukuzeli duhet ishte në moshë të pjekur dhe njohës i përsosur i artit psaltik, prandaj lindja e tij vendoset rreth vitit 1270. Epoka e tij përkon me sundimin e Andronikut të dytë, paleologut, atë që tham. Pra në kohën e paleologëve dhe konkretisht të Andronikut të dytë, pra 1282, 1328 kur ka qenë ai. Kurse, siç e pam edhe tek studimi i Sofron Evstriadit, ai jetoi në kohën e Filothe Kokinos, thot. Dhe Mateut, dhe Johan Kladhas, po Johan Kladhas i përket shekullit të 15. Prandaj nuk mund të ketë jetuar pas 1341-shit. Është e pamundur, domethënë. Ka dhe pikpamje të tjera, si Karas për shembull, i cili insiston në botimin e tij që është pak më i hershëm, për shkak të disa provave sipas tij. Prova kryesore është imologjën që e përmendëm, dhe si Hirari i Bibliotekës së Greqisë. Cilat janë argumentet e Karas? Është që në kodikun 1302 i Sinait dhe 1341 i Bibliotekës Kombëtare të Greqisë, janë kopje, thot ai, nuk janë autografe. Botim autografe të Kukuzelit. Po ashtu ky kodiku i 2458 i Bibliotekës Kombëtare të Greqisë dhe kodiku i Leningradit, që është i njohur, janë kopime të mëvonshme. Këto përmbajnë melodi papadike dhe anagramatizma, por jo dorën e vet Kukuzelit, sipas tij. Edhe në kodikun 884, shkruesi Athanas Vurgos e quan Joanin e Vjetër, duke dalluar dy Kukuzel, një i hershëm i shekullit të 12 dhe një bashkëkohës i shekullit të 14. Nëse Kukuzeli vepron në 1270 deri 1309, nuk mund të quhej i vjetër në vitin 1341. Pra ai duhet të ketë jetuar më herët në shekullin e 12. Por tham që është ajo teoria që ngatrohet dhe me Grigor Domestikun, dhe prandaj na dalin dy Kukuzelë këtu, një në shekullin e 14, një në shekullin e 12. Është shumë e ngatëruar çështja, me thënë të drejtën, dhe e tham dhe Ramadon Sokolin, që është etnomuzikologu jon, mbështet këtë tezë, duke vendosur lindjen e Kukuzelit rreth vitit 1070-1075. Kalojmë në një detaj tjetër, për sa i përket vendlindjes së tij. Dim me siguri që vendlindja e tij ishte Durrësi. Shumica e gjithë atyre studiuesve që përmendëm mbështesin faktin që ai ka lindur në Durrës, por ka dhe nga ata të cilët mendojnë që nuk ka lindur në Durrës. Për shembull, mendojnë që ka lindur në Konstantinopol dhe jo në Durrës, fare. Një prej tyre është dhe Simon Karas, që ju përmenda pak më sipër, i cili mendojnë që nuk ka lindur në Durrës. Por me sa kemi hulumtuar dhe kemi studiuar nga punët edhe nga studimet e këtyre studiuesve të ndryshëm, vërim që shumica, mos them 90%, 95% e studiuesve mbështesin faktin që Kukuzeli ka lindur në Durrës. Pra e pranojnë të gjithë vendlindjen e tij Durrësin. Pra vendlindja e tij që prej vitit 1550, kur shkruhet biografia e parë, përmendet Durrësi i Ilirisë asaj kohe, sepse Shqipëri nuk ekzistonte në atë kohë, dhe i thashë që Durrësi lidhej dhe me një emërtim tjetër, Justiniana e parë. Okej, ndeshim shpesh edhe këtë emërtim në Durrës.
Por, si që patë dhe nga studiues të ndryshëm, pam që ka shumë studiues, sidomos në zonën e Ballkanit, të cilët janë munduar që ta përvetsojnë si personalitet. Por në të vërtet, ai është personalitet që i përket të gjithëve, nuk është një personalitet që i përket një etnitetit të caktuar. Ai mund të ketë lindur në qytetin e Durrësit dhe mund të quhet me plot gojë dhe pas një lloj hezitimi dhe dyshimi që ai ishte një dursak. Por nuk mund të flasim me saktësi absolute në lidhje me etnitetin e tij. Pra, çfarë lloj kombësie kishte ai në mënyrë absolute. Sepse duhet të dimë që dhe Durrësi në atë kohë ishte në kohën kur ka jetuar, ka lindur Kukuzeli, ka qenë një komunitet shumë i përzierë, pra jo homogen, heterogen. Pra kishte, duke filluar nga arbërorët, duke vazhduar me koloni greke, duke vazhduar me bulgar, madje dhe hebrejnë ka pasur. Ka qenë një, po themi, një komunitet shumë multietnik. Pra, Durrësi ishte multietnik. Dhe për këtë arsye gjithë mundohemi që ta përvetsojmë ne shqiptarët, ta quajmë shqiptar, grekët grek, bullgarët bulgar, slavët e tjerë rreth rrotull, malajzezët gjithashtu, çdo gjë, domethënë çfarë nuk dëgjojmë, domethënë. Por, mbi të gjitha, ne nuk nëse na intereson shumë, sepse dim që ai është një figurë e periudhës mesjetare, periudhës bizantine, dhe ai mbi të gjitha është një qytetar bizantin. Kjo ka rëndësi për ne, një dursak, domethënë i lindur në qytetin e Durrësit, por me një kulturë bizantine. Pra, me kulturën e perandorisë së asaj kohe ku bënte pjesë edhe Durrësi dhe pjesa dërmuese e Shqipërisë së sotme. Kështu që, për më tepër, Kukuzeli, përveç se është një figurë artistike, është një figurë fetare, dhe duke qenë një figurë fetare dhe një figurë kishtare, ai i bashkon të gjithë dhe nuk do ndasi midis etnive. Nuk i intereson, besoj dhe vetë Kukuzelit, të marrë një petkun e një flamurit caktuar dhe të quhet që është kështu apo është ashtu. Mund të ishte dhe i përzierë, sepse ashtu si që pamë edhe nga Sinaksari 1000 vjetër, nëna fliste bullgarisht. Pra mund të jetë një tezë që babai mund të ketë qenë arbëror, po mund të ketë qenë edhe një etniteti tjetër atje, siç jetonte. Këtë se vërtetojmë dot. Nuk kemi ndonjë detaj deri më sot që të vërtetojmë me saktësi etnitetin e tij. Kështu që ngelemi në faktin që ishte një qytetar bizantin me kulturë dhe civilizim bizantin. Dhe për këtë do ta kuptojmë pse ai ishte bizantin më tepër, edhe në mentalitet dhe në zgjedhjet që bëri në jetë, të gjitha me radhë. Do ta shikojmë edhe në vazhdim, që do përforcoj pikërisht tezën e një qytetari bizantin. Shikoni pak, Kukuzelin këtu në Shqipëri e nderojmë shumë. E nderojmë me pulla postare, kemi rrugë Joan Kukuzeli, kemi shkollë Jan Kukuzeli, shkolla e mesme artistike në Durrës Jan Kukuzeli, kemi korin bizantin Shën Jan Kukuzeli, kemi shkollën e muzikës bizantine. Pra, edhe në Shqipëri ekziston një nderim Jan Kukuzelit. Jo se ne mburemi me Jan Kukuzelin, sepse Kukuzeli patjetër ka lindur në Durrës dhe është një filiz i Durrësit. Nuk mund ta mohojmë këtë. Dhe për ne është kënaqësi që kemi pasur një personalitet të tillë në territorin dhe në hapësirën e Shqipërisë së sotme, që në atë kohë quheshe arbëri dhe po themi iliria në përgjithësi. Në lidhje me këtë, do doja të analizoja pak një kompozim të tij, edhe pse ne nuk kemi futur akoma te krijimtaria e tij. Kështu që, por kjo do na ndihmojë që të kuptojmë pak në lidhje me prejardhjen e tij dhe në lidhje me epokën e tij. Pra, do na ndihmojë pak, po sidomos tek prejardhja, sepse ekziston një kompozim që mendohet që quheshe Bullgaria, të cilin e ka krijuar
Joan Kukuzeli, pra është një kompozim, një varg kalofonik që quhet Bullgaria, dhe sipas studiuesve slav mendojnë që kur dëgjojnë nënën e tij që qante në Durrës kur vajti edhe ta shikonte, pra ta takonte, ai qante në bullgarisht sipas sinaksarit të vjetër dhe për këtë arsye krijoi një kompozim që njihet si kompozimi Bullgaria, i shkëputur nga Polieli, shërbëtor Zoti. Nuk është gjë tjetër veçse vargu o Zote e mbrojtë është përjet dhe kujtimi yt brez pas brezi. Shikojeni pak kompozimin. Është në tikull të parë. Edhe me radhë. Pra, është një kompozim tipik me fraza tipike të Kukuzelit. Po ta shikojmë pak më tutje, nëse kthejmë pak më tutje atë në faqen tjetër. Pra, do shikojmë, këtu është momenti, pra ky është momenti këtu, që mendojnë që këto mnemosinon izgjenean ke gjenean. Pra, kjo është teksti në greqisht. Pra, Kukuzeli dhe kompozimet që bënte kishte në gjuhën helene. Nuk ka shkruar as në gjuhën shqipe diçka, sepse nuk gjuha e kulturës, e teologjisë, e tregëtisë, e diplomacisë, e juridiksionit, e çdo gjëje që lidhe me jetën e perandorisë bizantine, ishte në gjuhën greke. Dhe të gjitha janë greqisht. Tani ka studiues të cilët thonë që kjo këtu e interpretojnë me fjalën në bullgarisht. Edhe pse ajo në fakt është në greqisht dhe është më së dukshme, është një varg nga psalmet e Davidit. Nuk ka asnjë lloj dyshimi, sado që mund të ngresh iden. Pra, ajo është në greqisht, thjesht titullin e ka Bullgaria. Tani pse quhet Bullgaria? Shikoni pak. Kompozimi Bullgaria. Shikojmë pak icurin si ka ecur ky si kompozim. Po të shikojmë shekulli 14, kjo që njihet si Bullgaria sot, kjo që këndova unë tani në këtë moment. Në dorëshkrimet e shekullit 14, ky kompozim nuk i atribuohet fare Joan Kukuzelit. Është i njëjti kompozim, identik, po i atribuohet mësuesit të tij, Joan Glikis, por nuk cilësohet me emrin Bullgaria. Më tutje. Në shekullin e 15 i atribuohet përsëri Joan Glikisit, por i vendoset emërtimi Bullgaria. Ose i gjejmë dhe me emërtim dhe pa emërtim, me të dyja variantet. Në shekullin përsëri, në shekullin 16, i atribuohet Joanit Glikis me emërtimi Bullgaria, dhe i gjatë shekullive 14-16 vëret një paqëndrueshmëri, siç e pam. Dhe me një varg psalmi Sioni mbretin e Amoremve të quajtur Bullgaria, kompozuar nga Joan Glikeoti i Disikut, pothuajse e njëjta melodi. Pra ka një lloj që është e njëjta melodi që kalon brez pas brezi, e cila vjen dhe përpunohet nga secili psalt. Pra, po ta vëmë re, nëse do ishte, domethënë lidhur me bullgaren, me atë konceptin e bullgares, nuk do kishte ngjashmëri në vitet e mëparshme. Pra bëhet fjalë që kjo ka nisur që me mësuesin e tij, Joan Glikis. Shikoni më pas. Pra, madje arrim deri në shekullin e 16, ku kjo i atribuohet dhe Joan Kladhas, edhe pas Kukuzelit. Pra, ka shikoni, ka variacione mendimesh dhe krahasimesh paralele dhe njësime që për shekullit të 14 dhe që përpara shekullit të 14 më saktë dhe deri në shekullin 16. Por këtë që quhet si Bullgaria, meqense mamaja në thonjza ishte bullgare. Dhe ajo pjesë i dedikohet mamas që ishte bullgare. Por realisht tregon që s'ka lidhje, sepse kjo ka nisur që më herët dhe madje dhe vazhdon dhe më parë dhe me emërtime të ndryshme dhe është e njëjta melodi me përpunime të vogla. Shikoni pak, çdo të thot në fakt Bullgaria, se ne mund ta marrin vulgarikon, themi. Kur themi në greqisht, e themi kështu është e shkruar atje, është vulgarikon. Atëherë shikojmë etimologjinë e fjalës vulgarikon. Atëherë, vulgus vjen nga fjala latine që nuk kupton populloren laiken. Ashtu siç kemi dhe Biblën
e Jeronimit, që është Vulgata. Nga kjo vjen edhe kjo. Vulgaria mund t'jetë dhe një emër shpendi, si që është e zakon të emërton një shumë pjesë muzikore, është një zog që njihet si Vulgario. Dhe sepse i vendosin dhe emra të tillë zogj, se imitonin atë tingëllimin e cicërimës së zogjve në meloditë e ndryshme. Ndodh kjo. Mund t'jetë dhe një vegël muzikore. Pra, kemi një fyll të dyfisht me iso, që njihet si gurguri, vurgara apo gorgara. Pra, mund t'jetë edhe një vegël muzikore. Pra, nuk është e thënë që kjo t'jetë patjetër një dedikuar një bullgareje, pra në etnitetin bullgar. Po mund t'jetë thjesht se kjo është popullore, është diçka e thjeshtë. Siç e pamësh ato fraza janë tipike të thjeshta të Kukuzelit, janë të përsëritura të Kukuzelit. Dhe mund t'jetë thjesht nga një shpend, po mund t'jetë edhe në emrin e një vegle muzikore. S'është e thënë. Arsyet, kalojmë tek arsyet pak më këte. Tek arsyet do shikojmë që nuk është në bullgarisht. Nëse Joan Kukuzeli do ta kishte shkruar vërtet atë pjesë muzikore dhe do ishte bullgar me kombësi, atëherë ka bërë një kratima Kukuzeli dhe shumë kratima të tjera. Kratima e dini çfarë do të thotë? Do thotë janë pjesë cilët përdorin fjalë pa kuptim, si terirem, tititi, të cilat njën e ka quajtur tatarikon. Tataron ka qenë etni, domethënë. Persikon. Ç'do të thotë kjo? Apo frënga, frangikon e ka titulluar. Që nuk kupton ç'do të thotë se ishte me kombësi tartar, pers apo frëng, sepse i ka vendosur një emër të tillë. Pra nuk ka logjikë fakti që e ka quajtur bullgare, do thotë që është i dedikuar një bullgareje. Por e njëjta gjë mund të ishte edhe me pjesë të tjera, se ka pjesë të tjera me këto emërtime. Pra bie teza e bullgares si kombësi. Pra, nëse Kukuzeli do të ishte realisht bullgar, nuk do të shkruante një kodik në bullgarisht. S'kemi një kodik neve deri më sot, kushtuar patriotëve të tij në thonjza në gjuhën bullgare. Po i kemi të gjitha në gjuhën greke. Pra, nga konstatimet e kodikëve nuk ekziston deri në shekullin e 16 ndonjë kodik i plot me muzikë bullgare. Bullgaria nuk përmban asnjë fjalë dhe asnjë shkronjë në bullgarisht apo slavonisht. Pra është greqisht. Pastaj, një gjë shumë e rëndësishme është, nëse Kukuzeli do të ishte realisht, do ndiheshe bullgar, pse ty të shkonte të murgëronte në manastirin e Malit e Lavrës së Madhe? Të shkonte tek manastiri serb apo bullgar, që ka në Malin e Shenjtë. Nëse do ndihej do shkonte atje, sipas etnisë, por ai nuk shkoi atje, shkoi në manastirin e Lavrës të Madhe. Edhe kjo është një diçka tjetër. Nga gjysma e dytë e shekullit të 14 e më tutje, dorëshkrimet e kësaj periudhe ndeshen me terma si Bullgaria, Bullgarica, i quajtur bulgar dhe perëndimor quhet bullgare dhe frënge e tjera. Pra deri në shekullin e 15, këto emërtime i referojnë 6 melurgëve të tjerë bizantin përveç Joan Kukuzelit, siç përmendëm më sipër. Pra shkon sa shumë domethënë kompozitor ka, të cilët e kanë titulluar pikërisht me Bullgaria. Që do të thotë që të gjithë kanë pasur maman bullgare sipas logjikës së thjeshtë. Por në të vërtetë nuk është ashtu. Dhe këtë do ta shohim edhe në vazhdim. Atëre, unë për sot këtë kisha menduar që të paraqisja përpara jush, pra të flisnim më tepër për datimin dhe vendlindjen e Joan Kukuzelit. Për në vazhdim do shikojmë pjesën tjetër të jetës, të cilën do ta parashtrojmë dhe do ta trajtojmë në emisionin ose në prezantimin e radhës këtu mes jush. Faleminderit.